Prokuroria e posaçme ka reaguar pas arrestimit të Ergys Agasit duke bërë publike detajet e hetimit dhe akuzat që rëndojnë ndaj tij. Agasi u arrestua më 26 gusht në hyrje të qytetit të Durrësit, në zonën e Plepave, gjatë një operacioni të zhvilluar nga SPAK në bashkëpunim me strukturat operacionale të Policisë së Shtetit dhe Byron Kombëtare të Hetimit. Në momentin e arrestimit, Agasi shoqërohej nga një ish punonjës policie i identifikuar si Julian Shpataraku. Ky i fundit u arrestua në flagrancë dhe dyshohet për veprën penale të përkrahjes së autorit të krimit. Sipas SPAK, Agasi është nën hetim që prej dhjetorit të vitit 2025, në kuadër të një procedimi penal të regjistruar për një sër veprash të rënda penale. Ndaj tij rëndojnë dyshime për konkurrencë të palishme ndërmjet dhunës, heqje të palishme të lirisë, shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, në formën e bashkëpunimit të grupit të strukturuar kriminal, si dhe për grup të strukturuar kriminal. SPAK e heton gjithashtu për kryerjen e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal, pastrimin e produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, si dhe për korrupsion aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike në bashkëpunim dhe më shumë se një herë. Masa e sigurisë arrest në burg ndaj Ergys Agasit ishte caktuar nga gjykata e posaçme që më 15 dhjetor 2025, vendimi i gjykatës ishte përcjell Policisë së Shtetit për ekzekutim 2 ditë më vonë.